Kjo video është një udhëtim nëpër Tiranë, që për ne që jetojmë larg, do të mund të ngjallë shumë kujtime dhe emocion. Më në fund, prindrit nga Bangladeshi mundën të vinin në Tiranë për të takuar prindrit e mi. Edhe pse vetëm për 4-5 ditë, për ne mjaftoi që të paktën të njihnin njëri tjetrin fizikisht. Por dhe vendin ku jam rritur, shtëpinë ku kam jetuar, disa nga njerëzit e mi të dashur dhe rrugët e Tiranës time të bukur, të zhurmshme dhe plot jetë. Ishte hera e parë për Kazon që i jepte makinës në Shqipëri, por duke qenë se ka qëndruar më shumë se 7 herë në Tiranë dhe është i martuar me tiranëse, qoka e parë për të bërë ishte në Tiranë, për të treguar prindërve nga Bangladeshi disa nga shumë atraksione turistike në Tiranë. Kështu që, pasi mbaruam mëngjesin, unë nisëm rreth orës 11 drejt qendrës Toptani. Pasi parkua makinën tek qendra Toptani, dalesa e parë sigurisht do të ishte xhamia namazgjas. Një krenari e imja për t'ua treguar, sepse për mua është realisht një vepër arti, si brenda ashtu edhe jashtë. Edhe pse kam vizituar edhe më përpara, më duket e mrekullueshme si ditën e parë që kam qenë. Informacionet për xhamin ja kam treguar edhe më përpara Kazës, kur xhamia ishte në rekonstruksion e sipër. Dhe kur mbaroi atë periudhë, Kazo me zepriste që të shkonte dhe të falte namazin atje. Ishte aq i lumtur që xhamia më në fund kishte mbaruar dhe do mikulliste shumë motra dhe vëllezër nga e gjithë bota. Krenova shumë kur mbante mend çdo detaj dhe pua tregonte edhe prindërve të tij. Për Amun ishte hera e parë që futej në xhami, sepse në Bangladesh, në të shumtën e rasteve, në xhami shkojnë për faljen e namazit për çdo ditë, por edhe për faljen e të premtes, vetëm burrat. Duke qenë se ishte dhe orari faljes, u bëm gati për faljen, bëm ozun dhe falëm zuhurin së bashku. Vendi i dytë për të vizituar ishte Piramida, ku dhe unë e konsiderova veten turiste sepse nuk e kisha parë nga afër me ndryshimet që ishin bërë. Te shkonim drejt piramidis, u tregova pallatin me hartën e Shqipërisë dhe hyrjen për te kalaja Toptanëve. Nën Tereza është një nga emblemat dhe figurat më të respektuara dhe të dashura në Bangladesh, dhe prindrit nga Bangladeshi e dinë që e ka origjinën shqiptare, kështu që u gëzuan shumë kur panë dhe një statuj të vogël te kisha pranë. Ura e Vodafonit ishte një vend që u tërhoqi goxha vëmendje, sepse u duk si një mini tunel që të drejtonte drejt rrugës për tek Piramida. Duke qenë se kishim dhe karrocën e Bjerit, u futa brenda piramidës për të pyetur nëse kishte ashensor që të na ndihmonte të shkonim deri lart me Ajanin. Por në piramidë nuk kishte një të tillë, kështu që mami im qëndroi me Bjerin poshtë. Ndërkohë mami Kazos e mori seriozisht dhe filloi të ngjitej e para, edhe pse me sikletet e moshës. Për Kazon ishte hera e dytë që ngjitej në piramidë, kështu që po më tregonte gjërat që i kishin bërë përshtypje. Ngadal ai po ambientohet shumë me Tiranën dhe me frymën që na merrej, më në fund përritëm në kulm. Dhe sigurisht që e vleti gjitha i mund, sepse pamja e Tiranës ishte mbreslënse. Të ktheheshim pas, ishte momenti që të ecnim drejt kurve të kalas së Tiranës, ajo e Toptanëve.
Rrugës së Kalas kishte mjete e enë të vjetra të traditës shqiptare, si dybeku, ku tunde qumshti për të bërë gjallë, makina pjekse e kafes, kusia e rrushi për raki e shumë enë të vogla të tjera. Kaluam gjithashtu dhe pranë dyqanit Tradita Pikan, që ka veshjet e veçante dhe aq unike të traditës shqiptare. Dhe sigurisht që nuk mund të mos lija pa ja provuar qeleshën babait të Kazos dhe qylafi me para mamit. Dhe në këto momente tek bëja video lulëzimin aq të bukur të luleve, mami Kazos mori pozicion për foto. Në këto momente po i tregoja Kazos se si kanë qenë puset e vjetra të ujit. Tek i drejtoheshim daljes së Kalas, bëm dhe foton si kujtim me logon e Kalas tek makineria në hyrje që kushton 100 lekë të reja. Dhe sigurisht nuk mund të largoheshin pa bërë dhe një foto të fundit te karroca e vjetër shqiptare në dalje të Kalas ku qëndron dhe emri i saj. Po mama? Po baba? Po nona? Po nona tjetër? Bravo, po gjyqi? Po gjyqi tjetër? Po gjyqi tjetër? Gjyqi tjetër hom? Baba, po baba. Lagje tjetër për të vizituar ishte pazari, ku kisha shumë dëshirë të tregoja tregun, godinat e pikturara me punime shqiptare dhe suveniret e shumë, nga ku blem dhe magnetin për prindën nga Bangladeshi dhe një gotë me Albania me disa nga qytetet më të veçanta të Shqipërisë. Ne morëm hurma, edhe rushmer, kush e di e një, gjyshi ka pas gjyshion, te kopshtet, edhe marrim dhe ide. Idet ishin fruti i preferuar i Kazos dhe prindërve të tij dhe u kënaqën shumë tek e hanin rrugës. Ide të pëlqen? Ja, po. Shumë mirë. Dhe destinacionet e tjera për të vizituar ishin xhamia e vjetër e Tiranës dhe sheshi i Skënderbej. Ajani e pëlqeu shumë sheshin pasi kishte shumë hapësirë për të luajtur. Ndërkohë ne bën fotot dhe unë shpjegoja me krenarisë statujën e Skënderbeut, që për mua është një perfeksion i vërtetë, sidomos me flamurën shqiptare që valvitej atë ditë dhe e bënte statujën më të gjallë se kurrë.
Dhe destinacioni I fundit ishte Bunkart, që për fat të keq nuk patën mundësi të futeshin brenda duke qenë se ishin vonë, por historinë ne ua treguam prindërve nga Bangladeshi. Përkthehemi tek qendra Toptani, ku Ajani, duke qenë se ka qef makinat, bleu një makinë dhe më pas ne u kthyem për në shtëpi. Pasi mbërritëm në shtëpi, hëngrëm pica dhe ishte koha t'u jepnim dhuratat që prindërit e mi u kishin blerë familjes së Kazës. Presoj ta keni shijuar këtë udhëtim në Tiranë së bashku, sepse prindërit nga Bangladeshi e shijuan shumë mikpritjen tiranëse. Ne shihemi së bashku në një udhëtim tjetër në Shqipëri. Paçim!